Në këtë episod, dashur miq, do të flasim për një nga simbolet më të dashura dhe më domethënëse të shtetësisë së Kosovës, siç është obelisku i pavarësisë në Newborn. Ky monument nuk është thjesht një punë arti, por në të njëjtën kohë është edhe një reflektim i sakrificës, qëndresës dhe ëndrrës së popullit tonë për liri. E për të folur më thellësisht dhe për të na zbuluar më thellë historinë dhe mesazhin e këtij projekti, me mua në studio është ideatori Fisnik Ismaili, një emër i njohur për vizionin e tij kreativ dhe për angazhimin qytetar. Zotri Ismaili, fillimisht faleminderit shumë që jeni këtu me neve në studio dhe më lejoni t'ju uroj 18 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Falenderoj ty lume që ma bëna këtë prezentim kaq të këndshëm, se shpesh e kam problem njerëzit me përshkru. Edhe urimin aty. Faleminderit E i shumë. prishim me shumë tjerë bashkë. Faleminderit shumë, të shpresojmë. Për fillim, ju lutem, a mund të na tregoni se si lindi ideja për krijimin e obeliskut të pavarësisë të Newbornit, duke marrë parasysh që jeni, siç e përmenda, mjaft kreativ dhe mjaft angazhoheni në për qytetarët. Veç në përmesim vogël se i ka met obelisk, pa kon obelisk, se obeliskat janë të struktura vertikale, gjata. Po se kush ja kalon fillim qatëhere, në fillim pa u shpall pavarësia, kanë thonë ka mu zbulu obelisku. Edhe mbeti. Faktikisht është monument, është skulptur tipografike edhe është horizontale në vend se me qenë vertikale. Qështu që 18 vjet hala i thojnë obelisk, hala mënona me përmirësu, po një ditë edhe vjen dita që nuk i thojnë më qashtu. Të shpresojmë pra nga sot që të mos quhet obelisk, por të monument. Meqense se në prezantim edhe thash ky monument, por ja që na ka mbetë në mendje edhe obelisk. Edhe përmend obeliskun, po gjithsesi. faktikisht, po se obeliskat janë edhe monumente, po obelisku e përshun strukturën, formën, e obeliskat janë zakonisht kështu senet hollat gata që shkojnë përpjet, kjo është më shumë horizontal. Të flasim pak pra për idenë. Ideja, do më thonë, na vonë e këna di që ka më shpallë pavarësia, 2 javë më herët, o për fol, po s'ka qenë edhe qaq i sigurt. Edhe në atë moment, e panë që dikush o të organizu diçka. Edhe na u duk si momenti mirë me këshyra na me mendu në sen që kishumit më bo pjesë e kësaj. Do me thonë, kjo s'ka qenë pjesë organizimi zyrtar fillimisht, ka qenë thjesht një ide që ka lind me një takim që nis për një takim gjysore, përfundoj takim 5 orësh, ku vjani se me folë qa muj me bo diçka të madhe, të bukur, diçka mbreslënse, diçka që përkon me festën, diçka që shëjon qatë fest, edhe unë kom insistu, edhe pse kom pas kogja rezistencë prej kolegëve të mi, kom insistu me po në anglisht, për disa arsye. Një prej tyne ka qenë se dësha me bo diçka që në të kuptu letë edhe pi krejt botës, jo veç pi neve. Edhe insistimi jam me bo diçka që bota me kuptu që në di me bo dhe sanet mira, se pa të jetu në një 13 vjet në Angli, edhe so herë e kam bo në reportazh për Kosovën, që ka qenë qoftë gazet, qoftë në televizion, pavarësisht so i mirë ka qenë teksti, so mirë kanë folë për neve, pamjet kanë qenë të frikshme, do me thonë, gjithmonë e qishin naj plak pa dhëm, gjithmonë e qishin naj fmi me qyra, gjithmonë e qishin naj shpi të urzu, maksimumi në sen të mirë Grand Hotelin. Edhe ato, ose në bibliotekë, ose Boramizin, në atë kohë që është tash Pallati i Rinis, jem të folë në vite 90-ta, edhe mund dëshpreshin që ato pamjet. Të isha diqysh me hep një mesazh me kallëzu botës që e këtime dhe na me bo diçka të mirët ma. Fillimisht kjo nisi si ide. Edhe Newborni përkoj me krejt qëta, Newborn është fjallë
është i posalindur, është fjalë që përbët për 2 fjalëve një që tonë e marrin vesh që është e re, born, tonë e marrin vesh që është ka lind diçka e re. Përveç asaj ka karakteristika vetëm të mira. Një posalindun është i pafajshëm, është i butë, është i thyshëm, është i duhet për kujdesje. Unë ndërlidhje me çdo sen që e paraqit këqa e ditë, edhe që aty e patën një betej se po unë insistova në qatë fjallë edhe unë nalëm që aty. Mund e anisë me menu çfarë me di unë me bo, qysh me bo, me marru majica. Njerë deshin cusla me bo, kështu me shpënda cusla me shti njerës goj, për mas një do shumë minore. Ape shkrujna diku në murit mal, ape bojmë, tash kretë tash të forma, unë kur njës kisha bo skulpturë. Skulptura tipografike ka në për botë, ma famshëm është ajo Love Robert Indianës që është përkthyme në një 25 gjuhë, është një 30 venet botës, shumë e famshme, shumë e bukur. Një tjetër është ajo Amsterdam në Amsterdam, ka dhe tjera, mas një bornit edhe plot tjera në bo. A mbas një bornit? Jë mbo, këto dyja kanë ekzistu. Love Robert Indianës është pi 60 nëse s'ka po edhe është tepër e bukur. Do më thonë ajo forma, skulptura tipografike është, skulptura me tipografi është arti i punumit me shkronja. Edhe skulptura prej shkronja ka me pas, edhe një pity në një borni. Po tash, krejt do më thonë një që ke shkru me ato fjallë, ose që ke rendit ato, ose qëfar forme ju ke jap. Edhe një borni lindi që ashtu se ide, mas njëna thash, hajde përbojmë skulpturë. Po zdishim mas qëfar materiali ishin, ma pak se 2 javë në pyetje, në fakt kjo ka ndodhur një 11 ditë para pavarësisë. Qëfar materiali me bo, sa me bo të madhe, ku me qitë, kush mundet me bo, këtë jo kom pik pyetje, edhe u dash me janis për fillimit, mas pari sa përbojmë të naltë. Unë thash një 2 metra e gjys, me që vetë jam gati 2 metra, dësha më konë me madhe sonë. Mas një qova e morën 1 metër e qova dorën, e pashi dora e mu zgat ke përmi 2 metra e gjys, tash jo këta duhet me bo 3 metra që mos më mujtë asun e me aprik fundin, do me thonë që është hu vendos. Tash profesionalisht, kur e bën 3 metra e kuptën që 25 metra botë e gjonë, hajde tash me gjithë një ven ku e zem një strukturë 3 metra me 25, venin ma i përshtatshëm, pallaparatit rinis, se ish hapsin edhe e zike monumentin, edhe ti mujshe, edhe i zike njerës se ideja ish që masej Nita Salion, një prej dizajnerëve, ja qiti pikën me atë ide në fundit që tha, hajde pishti njerës me shkru diçka në to. Me qenë se në, kena pas një farë posteri në zyre që për një fest, pa të non njerës, pa të shkrujnë që atë poster na patën uru, e kena pas të shkallë, sa herë ishim zyre, shëshim që ato, dhe ishë po me shumë e lezeshme, kur i lezeshe, krej shkrimet e njerëzve. E që ajo mandej u transferu edhe unë nënkuptu që njerëz mujnë me nënshkru deklaratën e pavarësisë në mënyrën e vetë në një monument. Edhe që ajo diqyshe përmbylli krejt si koncept, si ide, edhe e boni monumentin diçka që nuk nalesh veç me këshyr, po ndërvepron me to, do më thonë e preki, afroshe për qafë, shkrunë në to, e puth. Që është më ndryshe për monumentet e tjera që zakonshme që ishe në botë. Përmende pak a shumë qëndrimin tuaj në Londër edhe tatë se gjithmonë ka pas pamje jo të bukura në reportajet e gazetarëve të huaj. Por mbas një bornit edhe gjëra tjera që do me thënë jam bërë të mira për vendin tonë, a keni pas komente nga vizitorët të huaj ose nga ndonjë personalitet në lidhje me këtë punë që keni bërë? Komente ka pas plot, vazhdojnë me pas, veç kjo si faqja në Google që ka një borni, ka mi 3-4.000 komentet njerëz, do më thonë reviews të njerëzve që kanë shkrujt edhe kanë vlerësu. Notën mesatare ka dikon 4.5,
sepse ka plot sërbë që ja japin kanel edhe e shohin, po pavarësisht atyne që e shohin, prap është shumë i vlerësuar nalt për njerëzve të rëndom, po vlerësimin më të madh që ku mujt me pas që janë disa, janë 7 çmime ndërkombëtare që kena fitu. Përfshirë Luani në artën Cannes, që është çmimi më prestigjioz në botë sa i përket fushës kreative. Festivalin Cannes mohet që 1100 vjet, edhe quhet Festivali Kreativitetit në Cannes. Edhe aty shkojnë vlerësohen krejt dizajnet më të mira në botë. Me fitu Luani në artë është një privilegj, një sen që një herë në jetë fitohet. Është si Oscari për filma që japet, në fushën kreative është Luani artë. Mase kemi fitu Clio në argjend, One Show, Golden Drum, edhe një 3 tjera. Përveç asaj është paraqit në 2 libra. Djem fakt e pash që është paraqitën një libër tretë, edhe kulmi mandej ka qenë ftesa për me eksponu një shkronjë Newbornit, cilën ata e patën marru vetë, variantin me flamurin në Muzeun e Dizajnit, 10 vjet ma vonë, do me thonë edhe ka qenë një ekspozit që quajt Hope to Nope, Design and Politics, dizajni e politika, nëse s'ka bëj qështu diçka ka qenë, mesazhet politike prej 2008 deri 2018. Do më thonë Newborni ka qenë një prej, aty ke pas posterat e Barack Obamas, do posterat Trumpit, ke pas postera të famshëm që kanë qenë shumë kreativ të protesta ndryshme në përbot. Ka qenë me të vërtet një ekspozit shumë e mirë, shumë privilegj që Newborni ka qenë pjesë e saj, edhe një për pjesëve ma kryesore, se si ishe në të madhe aty 3 metra. Newborn. Po, çfarë ndikimi mendoni se ka pasur për publikun e Kosovës monumenti edhe për identifikimin e shtetit tonë, domethënë jashtë kufive? Që ky libri i fundit, që prom, nashta bëtu ma herët se qyra kur, po prom e kish një kapitull veç për Newbornin, prom e lexova për herë të parë. Kish një kapitull enkas veç për Newbornin, në të cilën ishte bërë një studim pikërisht për ndikimin në njerëz, edhe ndikimin ndërkombëtar, ndikimin në njerëz vendore. Qëllimi ka qenë qysh ti me japni, qëllimi jonë fillestar ka qenë qysh me japni mesazh si ne kupton krejt bota, po mesazhin pe japin njerëz të Kosovës. Edhe që ato nënshkrimet kanë qenë pikërisht çaja ndërlidhja që na pe japim mesazhin e ju lexoni Newbornin që është Newborn që e lexoni, ju na si lexoni shkrimet mrana që kanë shkruar njerëz në shqip e krejt, po ishin njerëz që shkru, ishin njerëz të u gëzu, ishin njerëz të e pranu shumë pozitivisht, dhe mas e më reflektu në të në botën. Edhe e ka rritë qatë qëllim. Kush e ka shkruajtur këtë libër? Artikullin se librin ishte për shumë, kapitullin. Libri ishte shumë për shumë autorëve, edhe kë Alisa Bogusov e kishë më duket në bjanë, emnin, që shkrujt, do më thonë, kjo e përshujke që Newborni ka qenë simboli vetëm, i cili ka rrit me kriju lidhe me njerëzit. Se njerëzit kanë rezistu dhe vazhdojnë me rezistu himnin, flamurin, disa për simbole e tjera, cilat hala ka debate, po Newborni nuk ka mo debat, Newborni është qaj. Debati vetëm që kom për Newborni në konë, a më javnu rilindje, do më thonë, së është dash më konë Newborn, në dash më bo reborn, se na kemi qenë këtu për herë, po faktikisht Newborni shënë në qatë ditë, se de jure, juridikisht, Kosova s'ka egzistu asë njerë si shtet, edhe e shënon vetëm qatë ditë ku Kosova juridikisht është kriju si shtet. Do më thonë, kjo është argumenti jam për Newbornin, njerëz e kanë pranu me faktin që ndalë 150.000 njerëz e kanë nënshkru në to, vazhdojnë me faktin që sot e kësaj dite me kalun 3 mëngjezit e shedikon të fotografu aty, kallëzën se çfarë do me thonë e ka edhe qysh o mirëprit për e krejtve.
më thoni ju lutem, a mendoni se artit publik po jepet rëndësia e duhur në vendin tonë? Ka pak lëvizje, do më thënë botë moralit lezetshme. Qysh e ka kjo meeting of the worlds që bëhet në meeting of the styles nëse s'ka bëjnë, mosi, që bëhet çdo vjet te rruga B me artistat e grafitit, janë botë moralit lezetshme. Është do më thonë një farë vullneti, po mas një të vynë për kujdesja mungon. Drejt me thonë, unë e një bonin e kom barë që 18 vjetë mikra, sepse vazhdojnë në gjitë postera, vazhdojnë me, edhe pse aty një boni është medium në cilin ti mund është me shkrovizatu që ka dush, po e fliqin me do spreja, kam vandalizu disa herë, me do tentime nashta ka njerë simpatike, po është art publik, po është që ajo të paktën mi dënu kur qesin postera, se nuk ka billboard, as nuk është hapësinë reklamuese një boni, e duhet pak dikush mu përkujdes për shëtësan, dritat, për shembull i prishën, si ndrejshin, unë e duna me intervenu gjithkohon. Nuk është fort e lehtë ajo edhe si obligim, të e marrë parasysh edhe kur e ngjyrosim krejt me mjeteve tanake e bojnë çdo vjet, nuk është as e drejtë as fair, mja lon dikujt. Se kënej kur marrën në vendime ngjyros diqysh mas ne din edhe me ma vun pyetja ata pse bone kështu, pse se bone ashtu. Paktën unë për marrë mundin me ngjyros çdo vjet, kërkush as s'lodhet për çat punë, për marrë mundin me kontribu, për marrë mundin me pastru. Jo se ke bo si tonin, faktikisht s'është jemi, është në mbrojtje në monumente, institutit në mbrojtje në monumente, që të kush mundet me jap ideja që ka me ngjyros. Po kërkush s'lodhet me jap ideja, mas në fund kur miratot ideja jonë, janë nisin, ka njëre që jesin kajde, po jo shpesh. Zakonisht janë super të knaqun me çfarë do pamje që ja bojmë. Po thëm edhe sa në tjera, do me thonë arti publik, që ja ka nis, po në ka merë kogja hapsin në për qytete, po sa që ishtë Prishtinë, Felizaj është e Moral Festi, që është shumë sen interesant po ashtu, ka nis mu përqafu për njerëzve, mu kuptu pak. Po ala din me vandalizua, me flish, po. Shoqëria civile, a i bën hapat e duara, po e merr atë përgjegjësinë që ka, domethënë me reagu në kësi lloj raste? S'po di, s'është e përcjellem në fort. Unë në qaq zonë me punë të mija, me senet mija që edhe që një bonin, kur vjen puna, 6 ditë të fundit ja nisi më marrë me to, e ditë të ngjyrose me krejt. Mas në shoqëria civile, së jem t'ju përballë me plot tema më të shtira, matrona, atë në hala rryma është problem, hala ujë problem, hala edukimi e problem, ndë çështje tjera që s'po përmirësohen, s'po zgjidhen, me cilave duhet, po thëm, mi jep më shumë prioritet, tek masej diqysh. Arti publik o pak ma luks, e ndësane që më pak ma luks, të cilat nashta nuk e kam përparsin, unë për veti e kam përparsin për mu, po masej kur e këshyrë kështu në kontekst ma gjonë, e shesh që kem probleme ma të maja, ku unë me shoqërinë civile kisha pas që me pas që ty angazhu për me përmirësu cilësinë e jetës, para se mu knaq mas nej me artin publik. Po, megjithatë është një pasqyrë e qartë për vendet tjera, domethënë edhe arti publik luan rolin e vet, siç e përmende krejt dhe në fillim, sepse domethënë qoftë reportazhe, qoftë vizitore, qoftë kanë me çka ndoshta e prezantojnë Kosovën, kanë çfarë flasin pastaj në vendet e tyre. Absolutisht se po. Pajtona me ty unë është shumë në këtë aspekt. Po kjo është diqysh pak si një farë, si me thonë, me vendos një farë fasade, me thonë botës që sa mirë na po do kemi emrena jena lëm. Unë menoj që njëra, kur të rregullohemi emrena, kjo është adin diqysh si kur
a din sigur që tash kur bën intervenime, kur mrena në shpirt je lëme e kënej bën intervenime fizike, më dok ma i bukur që me të pa bota. Unë mendoj që mas parja e shneta e brendshme, si te njerëzit, si te na si shtet, si kom, shneta e brendshme është ma jetike se pamja e jashtme, edhe na që aty jem ty u kalb, fatkeqësisht du na me thonë, edhe që aty na duhet me punu shumë me vetën. E masena kur jem mrena mirë edhe jashtë ka mu reflektu. Kështu që prapë po sillet të qave që a thash ma herët, e shoqënia civile që ne duhet më konë, se s'munëm na si grim me përdor pamjet e bukura në Kosovë kur vetë kena probleme të brendshme cilat duhet me zgjidh. Që shpresojmë që do të marrin rrugën e duhur. Zotëri Ismaili, nëse do të bërnit një mesazh drejt të rinjëve, cili do t'ishte ai, domethënë çfarë do t'i bënit thirrje në këtë përvjetor të pavarësisë? Një boni i boni 18. Një boni ka ardhur një moshë në të cilën konsiderohet si i rritun. Vetë fjala një bon, një beve që dashna e ka simbolizu që atëherë në fillim e ka simbolizu një mënyrë që na duhet mu përkujdes për shtetin tonë si një bebe. E na përkujdes sa duhet, nuk e di, unë e kom vërejtjet e mia, po ti që ato 18 e para edukon një fëmijë, e rrit një fëmijë, ja jep kont, për me mujtaj mandej i pavarur me vazhdu tutje. Unë mendoj që shtetin nuk mund është me lon mas 18 vjetë me vazhdu tutje, shteti është diçka që i duhet të ankohen kujdes, të ankohen dashni, edhe nëse që ata se kena bo mjaftueshëm çdo 18 vjetë duhet me rrit dozën patjetër, sepse po shihet, do me thonë, hala ka bërllog, hala ka çashtjeve shumë thjeshta, diqysh s'ka ujë, ka shumë bërllog, ka cillesh, nëse na s'përkujdesemi për senet tona, s'përkujdesemi për shtëpinë tonë, atëherë kush ka mu përkujdes për neve? Është sikur kur t'vjen një musafir në shtëpi dhe e ki shtëpinë lëm, që ai musafir ka me hi math, edhe ta shef shtëpinë e flleshta ka me gjyt bërllogën që aty. Po kur shtëpinë tonë e man pastër, mas edhe musafiri ka mos jetë ndryshe në shtëpinë tonë. Edhe na nëse dojmë me na pa bota mirë, me na pranu bota mirë, na muni ma mirë, na do të mu jep shumë ma shumë për që t'ven. Ty ja nis pisane të vogla që është bërlogu, deri të çdo gjatë tjetër që ka të bëj me shtëndërtimin, me mirëmbajtjen e dashninë që e kem ndaj shtetit, kombit, edhe njerëzve tonë rreth neve. Të nderuar miq, monumenti Newborn nuk është vetëm një vepër arkitektonike, por është shumë më shumë, pra është një kujtesë historike për brezat e sotëm dhe ata që do të vinë më pas. Zoti Ismaili, unë po ju falenderoj shumë për kohën që keni ndarë, vërtet e vlerësoj, për gjitha përvojat që ndave me ne dhe natyrisht që dhatë edhe mesazhe dhe këshilla për dëgjuesit e emisionit për një botë më së miri. Faleminderit, unë veç po du më shtu, se një bonin unë kon qef me qujtë edhe është një pej pak monumente në botë, mos thëm i vetmi, që është edhe vepër artistike, edhe monument historik, edhe atrakcion turistik. Edhe mos e këto trija e bojnë ashtu si është veçantë. Faleminderit shumë.